një reflektim më të madh nga qytetarët në raport me propagandën e Albin Kurtit dhe vetëvendosjes, këto rreziqe janë në vazhdimsi, sepse e kaluara e afërme na ka treguar sepse ky vazhdimisht bën akrobacione të tilla gjithherë në interesin e tij personal dhe duke mos i interesuar, domethënë, përgjithësia përpara qytetarëve dhe vendit. Nëse do të ketë, po e them edhe një herë, një vot më shumë nga qytetarët për ofertën e Partisë Demokratike dhe të forcave të tjera politike, unë besoj që vendi do të ketë një normalizim sa më të shpejt, por në rast se vazhdohet një ecje e tillë me lëvizjen vetëvendosje dhe Albin Kurtin, ne do të rrezikojmë përpara miqve tonë ndërkombëtar për të dhënë edhe shembullin se ne për një mehet dimë të mbajmë shtet, dimë të krijojmë institucione, dimë të ecim përpara partnerëve tonë. Pashmangshëm, dua t'ju pyes pak pranë pjesën e fundit të kësaj interviste edhe për gjykatën speciale në Hag, me që gjatë muajit maj pritet të merret edhe një epilog, pra një përgjigje përfundimtare për procesin gjyqësor që po mbahet pra atje, dhe cilat janë pritjet e PDK-s? Jo vetëm pritjet e PDK-s, po të gjithë, besoj që janë pritjet e gjithë qytetarëve të ndërgjegjshëm dhe të arsyeshëm dhe të cilët janë të vetëdijshëm për